Unë do ta ndryshoj pak atmosferën, e di që bota është në periudhë lufte, po ne tregojmë pak më empatik, sepse do shkojmë në një moment shumë i rëndësishëm, siç është edhe streza tashmë e kafshëve. Do të kemi një bisedë për fatin e këtyre kafshëve të cilat janë endacake. Sa janë empatik shqiptarët, sa kujdesen ata edhe për jetën e kafshëve në komunitet, sepse edhe kjo është po gjithashtu e rëndësishme për ta raportuar në kohë reale. Kështu që do ndjekim një material të këndshëm atje. Që për viti 2023 Bashkia e Tiranës ka hapur në Tufin strehëzën veterinare Qendra e Kafshëve të Rrugës, e cila strehon qentë endacak të kryeqytetit. Strehëza funksionon me konceptin e shtëpisë së përhershme për qentë endacak, por edhe si qendër veterinare, ku do të kryhen proceset e sterilizimit, vaksinimit dhe matrikullimit, e më pas edhe adoptimi i tyre nga kafshët dashësi, që prej hapjes së saj janë trajtuar 6.000 qenë në situatë rruge, të cilët janë vaksinuar dhe kanë marrë shërbim mjekësor e më pas janë adoptuar. Aktualisht në këtë strehëz marrin shërbim më shumë se 400 qenë të racave të ndryshme, sigurisht një hapësirë dinjitoze dhe me kushte shumë të mira. Kjo krijon edhe një mundësi për të ftuar njerëz për të parë dhe për të inkurajuar që të lidhen me botën e kafshëve, sidomos fëmijët dhe vizitorët e kësaj strehëse sot do të jemi ne. Kemi ardhur në qendrën veterinare të Bashkisë Tiranë. Ktu pranë me kam Konstantin Polier, i cili është dhe përgjegjësi i veterinarisë së kësaj qendre. Përshëndetje Konstantin dhe kënaqësi që vim në këtë qendër për ta parë nga afër. Ndoshta për të kuptuar se si funksionon një ditë këtu në këtë qendër. Mirë se keni ardhur në strehën veterinare të Bashkisë Tiranës. Është struktura e parë publike e këtij lloji në vendin tonë, por dhe më kryesorja e kryeqytetit. Këtu bëhet trajtimi dhe hospitalizimi dhe më pas adoptimi i kafshëve endacake, kryesisht qenëve që ne strehojmë këtu. Por do doja që të njihemi më mirë nga afër me strehën veterinare, duke parë ambientet e saj dhe mënyrën se si ajo funksionon. Në para se të kaloj tek qendra që të më prezantosh ndoshta edhe pak historitë e tyre, do doja të njihsha pak edhe më ambientet e brendshme, pasi edhe aty është një sektor mjaft i rëndësishëm për të cilin ju kujdeseni. Mund të nisim nga Sigurisht, të nisim nga laboratori. Atëherë si thon? Kosta ky është laboratori, Po, është shumë i rëndësishëm besoj. Patjetër që po. Është dhoma e parë ku realizohen gjithë ekzaminimet klinike të kafshës nga ana laboratorike. Do thoja që fatkeqësisht në qytetin e Tiranës ka numër të lartë të qenëve të infektuar me sëmundjen e leishmaniozës. Ka zona periferike të kryeqytetit, të cilat kanë një numër më të lartë në raport me zonat të tjera. Por që strehëza veterinare luan rolin e saj në parandalimin e këtyre rasteve dhe në ruajtjen e shëndetit publik veterinar. Kur mendon të qenë endacak, gjithmonë të vinë ata racat ndoshta si kupton. Po kur vjen këtu dhe shikon se çfarë raca është dhe sa të bukur janë, habitesh. Do thoja të gjithë janë të mrekullueshëm. Si funksionon gjetja këtu? I sjellin banorët apo dilni ju në terren? Strehëza veterinare gjithashtu ka një skuadër kapje në terren, e cila pas marrjes së ankesave nga qytetarët, ankesa të cilat vijnë pranë Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit, është pjesë e Bashkisë së Tiranës, i delegohen skuadrës së kapjes dhe kjo skuadër fillon në terren kapjen e qenëve endacak. Pra gjithmonë nëpërmjet ankesave që vijnë nga qytetarët. Ata qenë që kapen në rrugët e Tiranës, më pas vijnë pranë strehës veterinare dhe këtu i nënshtrojnë gjithë protokollit mjekësor. Kjo qendër është finalizimi i projektit të nisur vite më parë me procesin e sterilizimit, vaksinimit dhe matrikullimit të qenëve endacak në qytetin e Tiranës. Për Ermiona Ajdinin, drejtoreshën e trajtimit dhe strehimit të kafshëve endacake, kjo është një punë shumë e madhe, që kërkon përkushtim të vazhdueshëm edhe dashuri të madhe. Ajo që shihet nga jashtë është vetëm maja e icebergut. Pjesa tjetër është jo e vështirë, por kam përshtypjen ndonjë impenjim shumë të madh dhe do një dashuri shumë të madhe që në fund të ditës këta qenush të jenë të lumtur, po e them në thojza, por gjithsesi përkushtimi i këtyre specialistëve, veterinerëve, punonjësve të shërbimit, këtu janë të gjithë të barabartë në punën që kryejnë, sepse është vetë natyra e punës që kërkon një impenjim shumë të madh dhe shumë të vështirë, do të thosha. Jo të gjithë mund ta bëjnë këtë punë me kaq përkushtim dhe dashuri.
Të falenderoj shumë dhe ishte kënaqësi që vizituam këtë qendër dhe se jo një thirrje për të gjithë ata që duan të shpëtojnë një jetë apo të adoptojnë që t'i drejtojnë kësaj qendre. Faleminderit juve, jeni të mirë për këtu gjithmonë. Morëm dhe ne pak nga kënaqësia e vizitës së tij të kolegut Klodian Froku, i cili na solli këtë material, por s'do të jetë vetëm, do të kemi edhe një moment të Emilianos edhe të Silvanës, të cilët kanë adoptuar një qenë. Po do ja u tregojmë pas pak, se s'do ta mbyllim me kaq. Kam Bernarda Hadërin, e cila është veterinere pranë strez veterinare të qenëve, dhe Bledi Strakosha, kolegu i cili është një kafsh dashës, po edhe kujdesës. Po. Patjetër. Se besoj edhe për kafshët që s'jo. Edhe për ato që edhe ato që s'të njohin dhe ty, Eksakt. Mirë të gjejnë në ekranin më të dashur të gjithëve. Falenderoj. Dhe më vjen mirë që jemi edhe në këtë bisedë bashkë për një temë të bukur, se nuk dua që të jetë gjithkohë vetëm me kronik, po të jetë edhe me ngjarje të tilla, elemente të tilla social. Bernarda, si duket interesi i qytetarëve për të shkuar drejt një kafshe që është e braktisur edhe jo atyre të cilët blihen në dyqan? Ashtu si u tha dhe në material, Streja jonë ka disa vite, po bëjmë gati 10 vjetë, po bëjmë 10 vjeçar që po operojmë brenda qytetit të Tiranës. Dhe ne shikojmë që nga viti në vit ka një rritje të personave, të qytetarëve të Tiranës, të cilët janë të interesuar për të adoptuar kafshë dhe për të mos i blerë ato. Qendra jonë që ndonë e hapur për qytetarët. Janë të njëjtë apo janë të ndryshëm? Janë të ndryshëm. Se dëgjoj për shembull persona të cilët adoptojnë edhe ndoshta 10 kafsh. Kemi dhe raste të tilla, përgjithsisht janë kafshdarësit, ata të cilët janë të interesuar të kujdesen për një numër më të madh kafshësh dhe të kenë pranë tyre një numër më të madh kafshësh endacake. Por ne kemi dhe qytetarë të cilët vinë rishtas pranë qendrës tonë, pasi kjo qendër qëndron e hapur 2 ditë në javë, dita e mërkurë dhe dita e premte janë ditët ku ne i kemi dyert e hapura dhe presim çdo ka vizitor. Në një orar të caktuar, ora 11 me 13 është ky orar ku kushdo që është interesuar mund të vi pranë qendrës tonë, të njihet me këto kafshë, të cilët janë shumë të mirë, shumë të dashur, janë kafshë të cilat janë keq trajtuar, janë kafshë të cilët janë abandonuar nga pronarët e tyre, janë kafshë që shpesh herë vinë në qendër me trauma vetëm fizike, po dhe psikologjike. Ne shikojmë që ata mezi krijojnë këtë lloj afrimiteti. Ne mundohemi në gjitha forma dhe mënyrat për t'u gjendur pranë, duke marrë dhe shërbimet e nevojshme veterinare, dhe më pas të kafshë janë ngatshme për t'u adoptuar. Ka qytetarë Jo, po Ishe dhe ti kurios, të dije se kur janë ditat e vizitave. Jo, unë di se e kam vizituar qendrën, dhe në fakt është një qendër edhe shumë bashkohore, duke patur parasysh edhe teknologjinë, por dhe mentalitetin me cilin besoj nga perëndimi janë edukuar, janë trajnuar, e kanë sjellë si model. Pastaj se sa perëndimor jemi ne si kafsh dashës ose kafsh mbajtës, kjo është një temë tjetër diskutimi, por është dhe më e rëndësishme. Se ne nuk kemi shumë perëndimor. Shiko, ne kemi mungesë informacioni, nuk është puna që nuk i duam. Çfarë mendojmë si informacion për shkak? Mjafton të duash diçka dhe ti e ke bërë punën tënde, por nuk është kështu. Sidomos ku bëhet fjalë për kafshët shtëpiake, për shembull unë kur kam marrë qenë e mi, këtu në vitin 2003, ku shumë pak njerëz kishin kafshë. Ti e ke blerë? Unë e kam blerë dhe arsyeja pse e kam blerë është sepse dua që karakteristikat e një qeni të përshtaten stilit tim të jetesës. Pra dhe kanë qenë ca raca qensh, sepse ti zgjedh sipas stilit tënd të jetesës. Që ata të kenë një jetë të lumtur, po çfarë kishe ditë nevojshme që të përshtatej në stilin tënd të jetesës? Shiko, doja qenë të qetë siç kam unë natyrën. Unë për shkakun preferoj shumë të qëndroj në shtëpi dhe të takoj njerëz në shtëpi, të mos jem gjatë gjithë kohës në lëvizje. Si e dallon këtë të një qenush? Po janë karakter, labradorët dihet për shembull. Që janë një lloj race që nuk janë agresiv, pra ti mund. Vërtet, unë kam menduar gjithmonë që labradorët janë shumë agresiv, po janë shumë lojtar në shtëpi dhe bëjnë shtëpinë lëmsh. Kur janë të vegjël, janë djaj të vërtet deri në 1 vjeç, pastaj janë shumë. Ti do nga këta labrador gjerman. Që të vinë, ti thua ulu dhe tulen. Eksakt, ajo pastaj është përgjegjësia jote, nëse i trajnon s'ka rëndësi raca, të gjitha racat të binden, si thua. Po, si natyrë ata janë shumë të ëmbël, shumë të dashur, kështu siç jam unë social, pra mund t'i prezantosh me njerëz të rinj që takon. I bën dhe pak qefin vetes ndërkohë. Është shumë mirë, shumë mirë. Qefin. Pra mendojnë që gjithmonë interesante kjo, se gjithmonë është komentuar që pronari
ngjan shumë me kafshën që... Po, qeni ngjan pronarit, patronon. Nuk ka lidur përpara, kështu i bie rrallë. Po, patjetër, po, do të thënë ideja është që merr nuancat. Patjetër. Edhe është e pashmangshme, është si fëmia yt. Edhe fëmia e një prindit do i ngjasoj mamit, babit. Ka dhe nga ata që thonë gat doli. Ka edhe nga këto raste. Megjithatë qentë janë më të mençur se njerëzit dhe në përgjithësi marrin ato nuancat e mira të pronarit, jo veset, jo. Kjo është e vërtet, është e vërtet. Është e vërtet, është e vërtet, është shumë e vërtet. Ne shohim qenë të cilët vinë nga trauma të caktuara dhe në një mënyrë apo një tjetër reflektojnë ato trauma. Domethënë janë qenë të cilët kanë një lloj frike, kanë një lloj hezitimi për t'u afruar. Ashtu sikurse kanë qenë të cilët janë trajtuar nga pronar me dashamirësi dhe me dashuri dhe e shfaqin këtë, e reflektojnë. Unë do të ndalesha pak tek ajo çfarë tha dhe Bledi. Por nuk ka vetëm qenush në stres, apo... Ne kemi vetëm qenush. Vetëm qenush. Projekti jon ka startuar në 2016-ën. Jo vetëm, jo. Ne jemi vetëm, është një projekt pilot, është i vetmi që është realizuar në këtë formë në gjithë Republikën e Shqipërisë. Dhe ne jemi fokusuar vetëm te qentë ndacak. Pra qëllimi jonë është menaxhimi dhe administrimi i qenëve ndacak. Unë do të ndalesha pak tek ajo çfarë Bledi tha. Pra ne i marrim këto qenë duke mos qenë her pas here të vetëdijshëm për detyrat dhe përgjegjësitë që kemi kundrejt këtyre kafshëve. Vërtet këto janë kafshë lozonjare, janë kafshë që falin dashuri, janë kafshë që krijojnë afrimitet, krijojnë miqësi. Por në momentin që vendos se të merret një kafshë në shtëpi, është një përgjegjësi shumë e madhe. Gjithsecili ne hasim një herë pas here në punën tonë të përditshme, pikërisht. Ka që vinë të nuk i kanë kthyer, nuk na ka ndodhur të na i kthejnë qend, por në këto 2 ditët e hapura, pra dita e mërkurë dhe dita e premte, her pas here vizitohet nga persona të cilët kanë qenë në shtëpi, por një arsye të caktuar nuk i duan më dhe i kthejnë i sjellin në stre. Pra i braktisin pranë streut tonë. Dhe po të themi 80% e personave të cilët sjellin këto kafshë pranë streut tonë, janë persona të cilët thonë nuk e morëm ne qenin, e morëm fëmijët. Ose e kanë bërë dhurat, ka dhe na i bën dhurat, zakonisht periodat e fundvitit janë Krishtlindjet, festat e fundvitit janë festat të cilët bëhen më shumë dhurata kafshët e shoqërimit, pra qenë dhe macet. Dhe kur vjen ajo stina verës, këto kafshë janë 6-8 mujorsh. Njerëzit bëjnë gati të udhtojnë dhe nuk kanë ku t'i lënë dhe aty kuptojnë që shikoj se ka një përgjegjësi, ka një ngarkesë në shtëpinë. Dhe çfarë bëjnë? O i hedhin në rrugë ose i sjellin pranë qendrës. Edhe faktori ekonomik, një nga elementet tonë, shumë kosto ka bler për të mbajtur një qen. Vakcina, kontrolle, ushqimi, lodra. Sa i dedikon ti qenushve të tu në vit flas? Shiko, bëhet fjalë minimalisht, po marr minimalen fare, ti do ta çosh te 100.000 lekë koston e një qeni, nëse do që ai të jetë i lumtur, pra të ketë gjitha, të ketë dhe biskotat, të ketë atë ushqimin e mirë. Në muaj apo? Në muaj. Në muaj. Tek 100.000 lekë. 100 euro pra në... Po, për një familje shqiptare nuk është një kosto e vogël, është një kosto e madhe. Jo, patjetër që ka kosto. Tek veterineri do ta vizitosh të paktën një herë në muaj, sepse nuk kanë gojë si ne, do me thonë. Është trajtime të veterinare, endoparazit, ektoparazit. Është edhe pak pjesë e kulturës. Unë do po marrë shkas me që jemi në këtë bisedë, më ndërkohë që po flisnit për braktisjen, përpara 2-3 javësh ishte një huaj e cila kishte ardhur në Shqipëri, në grupin tonë miqësor, dhe në një vizitë tonë në një vend turistik doli një mace e cila ishte një mace endacake me një këmbë të dëmtuar dhe nesh u shkëputëm nga aty. Lëvizëm dhe vajza filloi që të qante. Me thënë e përjetoj shumë emocionalisht faktin që ne nuk e morëm dot macen me vete dhe e lam që do riktheshim përsëri të nesërmen. Shtyu biletën e avionit, shkoj ta trajtonte te veterineri dhe sot macja është në New York praktikisht, domethënë nuk është më në Shqipëri, po mes shqiptarëve ku e ndjeva bisedën, se doja ta sillja, ishte nuk ndjehet, domethënë nuk ndjehet kaq shumë emocionalisht lidhja edhe qoftë kjo edhe me një kafshë endacake. Nuk kemi mësuar, nuk kemi një traditë. Ose ndoshta këto krahasimet, çfarë s'po ndodh tani në botë, ne s'mund të qajmë dot për një mace endacake. Ka lidhje kjo se tani gjithsecili ka pjesën emocionale vetë, po. Le të themi që ne nuk kemi një traditë familjare të paktën të para viteve 90 të mbajturit të kafshëve shtëpiake. Ose kemi mbajtur për nevoja të ndryshme. Po pra, i lidhur atje te kolibja jashtë, të lefi, se do vi armikut na sulmoj edhe qeni ta kafshoj. Nuk është vetëm qeni, ke lopën, ke pulën, ke... atë ka bujësore, atë ka bujësore. Kemi parë si qenie për të shpërnduar, si benefite.
Për të marrë diçka, jo thjesht për të marrë dashurinë. Rasti ka në shoqërinë është thjesht për të marrë dashurinë. Vetëm kjo është arsyeja. Japim dhe marrim, miq. Edhe të mbrojnë ata orë me gjithmonë. Edhe laboratori që është si qullac të mbrojnë. Ka ndodhur ndonjëherë që do të mbroj? Po të paktën ka ndodhur se s'kam patur raste kështu ekstreme, po ka patur edhe me një mace për shembull, kur i kam nxjerrë në Tiranë, se nxjerrja të dy dhe ishte shumë bezdisë se mbaj me një dorë njëri me dorën tjetrin, dhe ishte një mace shumë agresive gati si qenë, e një lokali aty në qendër, që ju turr atyre mu turr mua, ata ju turrën më odhe nga karigja, po do të thonë e bën përpjekjen e vet për t'i thënë asaj që ik se ky është i yni, mos e ngacmoni. Mase kaq agresive që do dalim kudo. Po duhet të dish macet kur janë agresive janë shumë agresive. Janë shumë të rrezikshme. Ka ndonjë me që po flasim për macen edhe për ballafaqimin me qenin, po ne kemi një plan që në stres të përfshihen edhe macet. Ne mendojmë të hapim një stres më vete, sepse nuk mund të, jo gjithmonë janë njësor dhe jo gjithmonë shkojnë mirë me njëri tjetrin. Instinktivisht nuk janë. Po, janë reflekse mbrojtëse ato që krijojnë distanca. Është menduar që të jetë një projekt i dytë për qytetin e Tiranës për të hapur një stre për macat. Por ne duam të sistemojmë mirë këtë situatën e qenë vendacar. Baron ndonjëherë thua se ky është problemi. Ky është problemi. Arsyeja pse ky cikël nuk mbaron asnjëherë është edukimi. Ne të gjithë duhet të mësojmë, ne si institucion her pas here shkojmë nëpër shkolla, nëpër after school, aty ku fëmijët mbahen, sepse promotorët kryesorë për marrjen e një kafshë në shtëpi janë gjithmonë fëmijët. Gjithmonë fëmijët. Janë ata që thonë, ata e duan, dhe pastaj u lën përgjegjësinë prindërve, Mirë, megjithatë doja të thoja që tek pjesa e dhuratës nuk më duket fort e drejtë, se tani edhe ti çosh dikujt një dhuratë, një kafshë, kur ti nuk e di se si i ka kushtet. Jo, kam përshtypjen që ajo vjen në një moment caktuar të një misie të gjatë, në cilën ti e ke ndier ose e ke kuptuar që Flori do nëse ti e di që unë këto kam kushte, nuk do më sillesh një qenë në shtëpi për dhuratë. Ose do të sjell një qenë stani në një apartament 60 metra katror, do të sjell një pekinet. Nuk ka shumë logjikë edhe kjo. Po. Pra, logjika është këto 2 ditët e hapura, sepse unë jam shumë e ndjeshme në këtë pjesë. Duke qenë që ballafaqohemi çdo ditë. Ditët e hapura, dita e mërkurë dhe dita e premte ora 11-13. Duke qenë që fëmijët pra janë këta promotorët kryesor për marrjen një kafshë në shtëpi. Ne të donim që prindrit përpara se të vendosin të plotësojnë këtë dëshirë fëmijëve, të mund të vinë në qendrën tonë në këto 2 ditë, në këto orare që unë sapo citova, dhe të mund të kontaktojnë me ne dhe me stafin tonë. Ne jemi të gatshëm të tregojmë se cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë që gjithsecili nga ne ka përpara se të marrë një kafshë. Me qëllim që ajo kafshë të mos jetë një kafshë braktisur, mos jetë një kosto për ekonominë e vendit, sepse në fund të fundit ata ushqehen me buxhetin e Tiranës. Po ditë për të sjell pak fëmijët për të kuptuar logjikën e mbajtjes së një kafshë. Mund të adoptojnë në distancë. Ne kemi dhënë mundësinë qytetarëve të Tiranës mund të bëjnë adoptimin në distancë. Pra, zgjedh një qenush që ka të tillë, mund të vinë këto 2 ditë të javës që të mund të kujdeset të kemi një park të vogël që ju e patë edhe në insert. Pra, kemi një park të vogël ku ata mund të vinë të luajnë, të socializohen, derisa ta shohin të arsyeshme që mund të krijojnë kushte të përshtatshme për ta marrë këtë kafshë në shtëpi dhe për të dhuruar një ambient familjar. Kishte bisedën shumë të ëmbël, që të dy edhe se kuptova fare madje që s'të zhgënjën dhe këtë. Asnjëherë nuk u zhgënjeni. Po do jap një material, është një çift Silvana edhe Emiliano, të cilët kanë adoptuar gjithashtu një kafshë nga Streza dhe kanë darë si eksperiencë këtu edhe me ne. Ndiqeni dhe ju dhe pastaj e mbyllim bashkë programin për ditën e sotme. Shohim. Me që gjithë puna flisnin për këtë shtëpinë të braktisurve çajve të bashkisë, edhe ne shkuam rastisht për me pas se si janë kushtet, edhe kishim me marrë një qenë. Edhe kur shkuam atje, e parë që na kanë tregu që e pamë se ishte friksume, ishte Lili. Në fakt ne në fillim doshim të marrëshim një qenë që ishte pak me probleme, edhe thamë ishte i vjetër, të kalojnë pleqërinë të ne në shtëpi tonë me dashuri. Por Lili kishte shumë a tepër nevojë, kështu që nga ajo ditë një vendosme, na ka hinë shumë zemër, nga ajo ditë vendosme ta marrim. Lili tash po për një vit është pjesë e familjes tuaj. Është ndjerë mirë, duke qenë se ka pas trauma të mëdha? Është një qenë, ka qenë shumë problematik, kuptimin që kishte traumë me qikote njerës, çdo gjë, dhe ne në shtëpi, pllaka, çdo gjë kishte frikë, ju dukte diçka e re, me thënë drejtën, edhe avash fillai të mësu me ne,
ka përsëri duhet përmirësohet shumë më tepër, sepse me njerëz se ka pak frikë. Por është shani më i mirë që ne kena pas në jetën tonë. Edhe këtë asiguraj. Duket se i keni dhënë dashuri, po edhe keni marrë dashuri për ti. Shumë. Lili është për ne është një person, sepse për ne është si fëmijë, kena 2 qenë në shtëpi, edhe janë si fëmijë tonë, se ne nuk kemi fëmijë, Emiliano ka fëmijë, unë jo. Besoj edhe për Emiliano e njëjta gjë është. Është e njëjta gjë. Sì, Lili è un cane particolare, nel senso Po, Lili është një qen shumë i veçantë. Unë gjithmonë kam pasur qen, por nuk e kuptoj dot si një qen që është i braktisur mund të jetë kaq i zgjuar dhe të mbush plot dashuri. Është kënaqësi ta kemi pranë, nuk ka kërkesa, shëtit lirisht, gjithmonë ri pranë nesh. Është një dashuri e vërtetë. da sola e sta sempre vicino a noi, è un amore. Diçka që është, do me thënë se kjo që keni bërë ju, nuk keni blerë një qen, po keni adaptuar një qen. Kjo është një edhe besoj e rëndësishme, edhe një lloj mesazhi sensibilizues që mund të jep një dashamirësve të qen. Kjo është Nëse cilën do ishte ajo që do doni t'i thoni. Kjo është diçka që më vjen shumë keq, edhe pse unë gjithmonë e them, nuk kemi shumë qej që treten çdo ditë, që hedhen rrugë, edhe adoptim kena shumë pak. Po flas gjithmonë për Shqipërinë, se të hujt flet Emiliano, për Shqipërinë ka shumë pak që adoptojnë qej. Ma tepër mendojnë mi t'i blejnë, është mirë edhe ajo, se në fundit edhe ato qej do t'i marrin dikush, por kryesorja është nëse kanë mundësi të marrin një kafshë shtëpiake, çfarë do të jetë adoptimi. Mirë ishte ky trekëndçi i dashurisë mes Silvanës, Emilianos edhe Lilit tashmë në familjen, në çiftin e tyre, shumë interesant, shumë e bukur, edhe si histori që ishte ndar. Kur shkove tek Streza, mendove u lidhe me ndonjë kafshë pak më shumë? Përpiqem në këto raste që i ruajtë distancë emocionalisht, po, dhe të mos i përqendrohem shumë një qeni, aty kishte qenë të mrekullueshëm. Sepse unë jam shumë i dobët e kjo pjesë dhe pastaj marr vendime për cilat mund të pendohem dhe për këto vendime ti nuk mund të pendohesh. Kështu që, ja. Falenderoj Blet, falenderoj shumë Bernard që të pata, ishte një bisedë shumë e këndshme. Keni vizitat të mërkurën dhe të premte në oraret që përmendi edhe Bernarda për të shkuar edhe për të vizituar Strezën. Ndërkohë mos harroni se do të jetë mbrëmja e sportit. Pas revistës televizive do t'jetë edhe në studion e Europa, ku do t'keni mundësi me kolegun Eno për të folur pak përpara në këtë atmosferën e Europa League. Çfarë do të ndodhë sot konkretisht, ku do të komentohet patjetër sporti dhe simpatizantët e fortë. E mbyllim në kohë reale. Takojmë përsëri nesër, gjithë mirët.